Nuk kam asnjë lloj pritshmërie ke drejtësia e Edi Ramës dhe ke drejtësia e trafikut drogës dhe ke drejtësitë e kryepolicave, kështu që përkundrazi, po të ktheheshte çështja për gjykim, ne nuk do takoheshim më bashkë, do shifeshim një herë në muaj. Tani që çështja do shkojë në gjykim në themel, ne do kënaqemi për ditë seanca gjyqësore, do shikojmë Big Brotherin e drejtësisë. Pra ata ignorantët dhe ignorancën dhe atë mirimin qytetar që pat në kuicën e antarëve të apo lojtarëve të Big Brotherit, do ta shikojmë mirimin qytetar dhe ligjor të sistemit të drejtësisë. Nuk kam asnjë lloj pritshmërie ke drejtësia e Edi Ramës dhe ke drejtësia e trafikut drogës dhe ke drejtësitë e kryepolicave, kështu që përkundrazi, po të ktheheshte çështja për gjykim, ne nuk do takoheshim më bashkë, do shifeshim një herë në muaj. Tani që çështja do shkojë në gjykim në themel, ne do kënaqemi për ditë seanca gjyqësore, do shikojmë Big Brotherin e drejtësisë. Pra ata ignorantët dhe ignorancën dhe atë mirimin qytetar që pat në kuicën e antarëve të apo lojtarëve të Big Brotherit, do ta shikojmë mirimin qytetar dhe ligjor të sistemit të drejtësisë.